Ka nisur shpërndarja e teksteve mësimore falas për fëmijët shqiptar në diasporë për vitin shkollor 2026-2027. Mbi 5.800 paketa me rreth 17.000 tekste do të dërgohen në 15 shtete, ndërsa risia e këtij viti është përfshirja për herë të parë e nivelit të tretë të tekstit gjuha shqipe dhe kultura shqiptare. Për vitin shkollor 2026-2027, për diasporën ne nxjerrim dhe nivelin e tretë të gjuhës shqipe, që është gjuha shqipe dhe kultura, dhe duhet të theksojmë që të gjitha këto shpërndahen falas për fëmijët e diasporës dhe për mësuesit vullnetar. Fakti që neve shkojmë ke niveli 3 do thotë që ka një kërkesë në rritje. Ministri e Arsimit Mirela Kumbaro bëri të ditur se do të zgjerohet edhe mbështetja financiare për mësuesit e gjuhës shqipe në diasporë për të shtuar numrin e tyre. Kemi një vullnet edhe nga Ministria e Jashtme dhe nga Ministria e Arsimit, pra nga qeveria shqiptare, për të arritur numrin e mësuesve. Edhe në Greqi, por për të shtuar dhe një kategori të këtyre mësuesve në Itali. Kështu që po punojmë për përgatitjen e buxhetit me qëllim që të kemi një numër më të madh mësuesësh. Procesi i shpërndarjes do të mbulojë të gjitha vendet ku ka mësim të gjuhës shqipe për fëmijët që jetojnë jashtë dhe ndjekin mësimin plotësues në diasporë.